Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët të datës 21 prill, ora 7 fiks, nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme, si zakonisht në 2 orë të para dhe të mëngjesit do të qëndrojmë duke u përpjekur për të dhënë një panoramë të përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur në 24 orët e fundit në vend dhe jo vetëm përmes oranews.tv, ku ju mund të klikoni edhe vetë nga kudo që ndodheni për të parë të zhvillimet e fundit dhe kthehemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, Vlora sot sërish pa ujë. Tragjedinë në Peshkopi, 67 vjeçari humb jetën pasi tërhiqes varr nga kali për 500 metra në terren të ashpër malor. SBA hap dyert për Spakun, kreu i posaçëm zhvillon takime kyçe me FBI dhe DEAN për luftën kundër korrupsionit. Skandali me dyqanet e KFC-s, bardhet karteli që fshihet pas tyre, në listë mashtruesi ka Albano Aliko, Amanti Josifi dhe Shpresa Breçan. Emri shpërndau informacione të rreme 33 vjeçarin në hetim për aludimet lidhur me infektimet HIV/AIDS në bashkinë Gjirokastër. Delegacioni Fratelli d'Italia në Gjadër, qendra e migrantëve funksionale, mbi 500 persona të trajtuar në riadësime në vijim. Fabrika e aluminit e Veres, po helmon banorët e Kamzës, kërkohet ndërhyrje. Kontrolle rrugore me inteligjencë artificiale, softa, radar me paralajmërim 300 metër dhe kamera që zbulojnë çdo shkelje në kohë reale. Shqipëri Mbretëria e Bashkuar, model suksesi kundër emigracionit të paligjshëm, bashkëpunime të reja kundër krimit. Rekonstruksioni i spitalit të traumës, Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndërprerje të shërbimit. Oan Albania pengoi hetimet për call centerat mashtrues, cili është roli i Iris Pekmezit, bashkëshortes së Taulan Balës. Skandali nuk bashkëpunoi me autoritetet, Oan Albania pengoi policinë të zbulojë call centerat mashtrues në Tiranë. Dosja Akshi, ofertat vinin në një zarf me kodin Alban, si dhe një shima koordinonte në gjithçka. E Janis e kam vrarë gruan. Or paniku në Patos, policia alarmohet pas telefonatës në vendngjarje përballet me krim mjedisor në Elbasan, flak dhe tymit dendur nga djegja e gomave në buzë shkumbinit. Njëri në parashikimin e motit për ditën e sotme dhe të nesërme. Publikimi të dhënave shëndetësore në Gjirokastër, komisioneri paralajmëron masa, shkelje e rënde ligjit dhe cenim i jetës private. Policia arreston pas 3 vite Shak Gjimgashin, akuzohet për ekzekutimin e Elton Javorit. Dëshmia e Mirton Sulit në SPAK dhe Irshima përcaktonte tenderët në Akshi. Hetoni ku shpifi për virusin Bashkia Gjirokastër, ka zonë policia asnjë i prekur me HIV/AIDS. Makinat bëjnë losh në rrugën Maqellar Peshkopi, 6 plagosur. Ndodh në Tiranë në efektin e drogës, 40 vjeçari përplas makinën e policisë dhe tenton të largohet.
Re toksike mbulen Elbasani, banorët ndotja nga zona e ish kombinatit metalurgjik. Tymi që shkaktoi panik digjen gomat, buz kombinit, policia nis hetimet. Gra me Shami dyshohet se afrojnë fëmijët dhe një furgon i kuq, eksperti i sigurisë tregon 3 elementët shqetësues. Nga Lucena në Tiranë, si pastrojnë milionet e mafjes kokainës përmes sistemit Hawala. Mashtrimi me call centerat, gjëkëkollën fuqi arrestimin në Burg për David Prendin. Zbuluan parcela me kanabis në Librazh, 2 persona në pranga. Ke hyrë në pishin me peshkaqen, rrëfimin në spaki shqiptaro gjermanes që denoncoi aferat e Akshit. Kryebashkiaku i infektuar me HIV/AIDS, Golemi kreu analizat në dhjetor 2025, përgjigja doli negative. Bulqis tentoi të kalonte 21 shtetas me dokumente false, arrestohet bullgari. E pësojnë dhe administratori dhe ish administratori i Ostrenit. Zjarri masiv në Burshat, prefektja e Shkodrës, vatra është e izoluar, s'ka rrezik për hapje për banesat. E rënë në Durrës 35 vjeçari humbjet nga plagët e çiftes gjatë rrugës për në spital. Video katastrofë mjedisore, vion djegja e landfillit në Bushat dhe era favorizon për hapjen në flak. Kthese e papritur e modit, porja, ulen temperatura dhe rikthehen rreshet ja kur vjen vera. E vërtet. Një video me standa lëviste i armatosur kapën flagrans 32 vjeçari. Rasti anglisë që së dha mësim përse flakët e përbim pallatin pra QSUT-s dhe u verifikua materiali i ndërtimit të fasadës. Video call centerat mashtrues zhvendosen në periferitë të Tiranës, vila luksozet kamufluara si turizëm mjekësor. Kush janë paraburgosurit që ushtruan dhunë në JVP-n e Reçit, fillimisht shkatruan sendet dhe dëntuan t'i vendosni flakën qelis. Vjen zjarri në atyre Bushatit, tymi mbulon të gjithë zonën. Ndërtuesi i pallatit Kashtës Armand Lilo i Arlis njërë prokurori për shkrumbimin e pallatit. Jo me zhvillime nga politika. Qëndrimi i Berishës për të mos u larguar nuk i shërben opozitës, por Ramës, Saliani, ngërçi për statutin, zgjidhet me një padi, por nuk dua të lë PD-n tyrëve të gjykatës. Foltorja e opozitës përpara kryeministrisë, Balla ironizon, nuk merren vesh Krushi gjithnjë e Mopak. Balliu dhunan protest u përdor për dëshuar pjesëmarrjen masive. Mehmeti, brain drain, masiv. Studentët më të shkëlqyer po ikin nga Shqipëria.
Problemi i parë dhe i fundit është e vota, kompliku, opozita largohet nëse nuk frymëzon, por këtu kjo nuk ndodh. Muharremi, protesta e opozitës ishte foltore kombëtare, mesazhi final ishte dhunë dhe destabilizim. Protesta pa plan dhe qartë, gjyli përdore si presion, por nuk jep impakt real për rrëzimin e pushtetit. Gjoni, policia përdori spraj për kafshët ndaj protestuesve civil, pa kartë tërhoqën qytetarës zvarr. Vizita në Abu Dhabi, Rama publikon video nga bisedimet me presidentin Sheikh Mohammed bin Zayed, takimi me mikun e shtrenjtë më mira është përpara. Berisha, heron dhe kryengritjes paqësore, u lanë në burg pas një provë nga militant të verbër partijak. Hoxha, takime zyrtarët në Luksemburg, diskutime për hapat e ardhshëm të bisedimeve dhe ruajtjen e ritmit të zgjerimit të bashkimit evropian. Paketa e maleve, demo 36 bashkim me 304 zona prioritare, mbi 600 shprehje interesi në Tiranë. Rritja e çmimit të naftës, Xhixho, qeveria po pasurohet nga kriza, ndërsa kostot shkojnë në stratosferë. Dy fishosi për malin tënde, Rama, programi i ri me kredi deri në 2 milion euro në interesa më të ulta për bizneset e vogla. Rekonstruksioni i spitalit Xhixho, sot 10 salla operatore janë jashtë funksionit, ndërhyrjet e planifikuara të reduktuar në minimum. Episodi tjetër, pse jam në paraburgim, Meta po bëhen gërmime arkeologjike për të gjetur prova kundër meje. Ibrahimaj, siguria e pronës, prioritet për rritjen ekonomike. Rama për Kathimerini, nacionalizmi shpesh del shpejt në sipërfaqe, tregon mungesë pjekurie. Një histori hetimi ende pa drejtësi, rikthimi në tendera, Besnik Halili dhe Haresa e Nikut, që lidhen në përgjime Veliaj me Ndraget. Në burg 5 protestuesve të 17 prillit, Noka kanë fabrikuar duke falsifikuar provat, kishin bidon me ujë në dorë, jo molotov. Gjyqi të arrestuarve në protestën e 17 prillit, gjykata cakton masat e sigurisë për 11 të ndaluarit. Gjykata kushtetuese zbardh vendimin për rregulloren e kuvendit, i hapet rrugë ndryshimeve. Duhet ndryshim nga themelet Haxhimali për territorialen. Reforma nuk dha rezultat, ka nevojë për shkundje të fortë. Proces verbalin kurbim, PD-ja jep sqarime, lapsus terminologjik në dokument pa ndikim në rezultat. Integrimi europian në fokus, Mazniku, në agjendë intensive në Itali. Hoxha, takime komisionerën Kos, perspektiva europiane në Shqipërisë e ndërtuar mbi rezultate konkrete. Pres për ballin e shekullit, Berisha, Ramën e pres në gjykatë ose debat për Partizanin. Rama për Il Giornale, marrëveshja për migrantët vlen vetëm për Italinë. Video tabaku nis vizit në Itali, integrimi kërkon përgjegjësi dhe jo propagandë. A do të ndalohen në rrjetet sociale bërmiturit, përgjigjet kryeministri Rama. Dokumenti dhuna në protest, PD kallzon penalisht Lamallarin dhe gjithë zinxhirin drejtues të policisë në krye hitën. Çunat e Molotovit në gjykatë, Noka dhe deputet PD-s në gjykatë për seancën e protestuesve të opozitës. Partia Socialiste mbledh kryesin, zbulohen porosit për deputetët socialistë. Video, Lefter Maliqi fillon fushatën, t'ju kthejmë Kuçovën qytetarë.
Fotogaleria ku shpo e sulmon Elisa Spiropani. Ku mund të punon Rion Velie me diplomën që ka. Çështja Meta Blushi publikon 3 prova të reja, SPAC mashtroi autoritetet amerikane për kartat bankare. Komisioni parlamentar mban 1 minutë heshtje për mësuesin që ndroi jetë në krye të detyrës Alban Bejleri, Boçi, një humbje natyrale, por Kollegji publikon dokumente gjermane Jetbank e lidhur me persona të dënuar për mashtrim ndërkombëtar. Spiropani në lupën e socialistëve, balla në fund të korrikut bëhet analiza e performancës për çdo deputet. Berisha nxjerr video dhe dokumente Dumani bëri kontratë porosie në vitin 2006 për apartamentin ku banonte e porositit të delinkuenti Andon Pango në dërgoi truprojnë e tij për Partizani. Berisha zbaton masën e sigurisë, shtrëngime duarsh në derën e SPAC-ut. Deputetja Çakëri dhe kushërinjtë e saj pronar të rinj të Vlorës. Ndalim të zhvillimet nga rajoni. Pesë shtetet e Bashkimit Evropian ende kundër Kosovës, Mardakos jep sinjale të reja, zhvillimet po lëvizin, por pengesat mbeten. Partit pa ujdi për presidentin Kosova drejt zgjedhjeve të reja. Albulena Haxhiu autorizon dërgimin e FSK-s në Gazë. Kosova e shpall organizatë terroriste Gardën Revolucionare Islamike të Iranit. Video pamje të rënditse nga Selanik ku gropat hapen pra rrugës dhe përpin makinat. Shtëpi, toka, para e makina, kjo është pasuria e liderëve kryesor të Kosovës. Çfarë fuqie ka policia sekrete në Serbi? Abdi Xhiku pas takimit me Kurtin, s'ka marrëveshje për presidentin, nuk takohemi më. S'ka shumë kohë për presidentin Albin Kurti, bën thirrje për kompromis. Babai 19 vjeçares shqiptare që humbi në Greqi, s'do ta kisha lënë të dilte atë natë. Do të paguaj taksin incidenti pa zakont, 56 vjeçari dhunon dhe bën për spital fqinjim për 20 euro. Haxhiu bën thirrje për konsensus për presidentin dhe shmangje të zgjedhjeve. Ballkani ka nevojë për leadership të ri. Konakovic kundër Vučić, reagim i menjëhershëm nga Beogradi. Operacion policor në Vushtrri goditet bigjozi ilegal dhe skemat piramidale, 26 arrestuar dhe 150.000 euro të sekuestruara. Nga firmat e Thaçi dhe Daçi se debatet e sotme Kosovë-Serbi, marrëveshja e Brukselit shënon 13 vite. Konjusa, siguria është kushti i parë për stabilitetin. Rusia kërkon zgjerim të luftës edhe në Ballkan. Dalim të zhvillimet nga bota në vijim. Makro bën thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, të gjithë duhet të qetësohen. Vans do të udhtojnë në Pakistan për bisedime me Iranin, Teherani mban kartat e mbyllura. Nuk do të nxitohen për të arritur marrëveshje Trump, zgjatja e afatit të armëpushimit është e pamundur. Trump do ta heqin bllokadën vetëm nëse arrin një marrëveshje me Iranin. Makuri bën thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për ulje të tensioneve në ngushticën e Hormuzit. Konflikti SBA-Iran. Arakshi, shkeljet e vazhdueshme të armëpushimit nga Shtetet e Bashkuara janë pengesë për vazhdimin e procesit diplomatik. Marrëveshje shumë e mirë me Iranin. Trump sulmon paktin e 2015 dhe paralajmëron marrëveshje të re së shpejti. Ministria e Jashtme gjermane protestoi te ambasadori rus për kërcënime ndaj kompanive të sistemeve të armëve.
Rrëzohet aeroplani privat në Zvicër, ndron jetë piloti 64 vjeçare dhe nuk dihet shkaku i aksidentit fatal. Hungaria kërkon rihabin e tubacionit Druzhda Peder Majar, thirrje për rifillimin e naftës ruse përmes Ukrainës. Nëntë vdekur dhe 10 plagosur nga sulmet në 2 shkolla në Turqi, Erdogan do ta shpërsojmë ligjin për armët. Të shtëna me armë zjarri pranë një shkolle në Karolinën e Veriut, 2 viktima dhe disa të lënduar. Një fenomen i pazakontë në Indonezi tërheq turist, por shqetëson edhe ekspertët. Blokada ngushticën e Hormuzit Centcom devion 27 anije trafiku detar pothuajse i paralizuar. Mossad Pezeshkian lë të hapur bisedimet me Shtetet e Bashkuara, por paralajmëron për mosbesim të thellë. Përleshja në Kaliforni që u kthye në tragjedi të shtëna pra shkollës në Winston Salem, 2 viktima dhe disa të plagosur. Operacioni antidrog në Itali, koleksion armësh, transport dhe shpërndarje kokaine, arrestohen 28 shqiptarë, sekuestrohen 24 kg lëndë narkotike dhe 76.000 euro. Trump mund të heqë blokadën në Hormuz, vendimi do të kthej Teheranin bisedimin e paqes këtë javë në Pakistan. Libani përballë 2 zgjedhjeve, lufta apo paqe, SBA konfirmon bisedimet me Izraelin në Washington. Irani refuzon bisedimet me Shtetet e Bashkuara pas sekuestrimit të anijes së madhërave. Kryeministri Magyar, Hungaria do të ekzekutojë urdhër arresti ndërkombëtar për Netanyahu. Makri bën thirrje SBA-s dhe Iranit për qetësinë në Hormuz. Në fund lajmet nga sporti. Carlos Alcaraz fiton sfidën me Sinner në Laureus Sports Awards, spanjolli është sportisti i vitit. Formula 1 FIA paralajmëron ndryshime që nga gara e Miamit për parakalime më të sigurta. Nga bide shtëpia e sulmuesit Zaniolo, Frigacak do të doja të kisha qenë atje. Klubi bler nga Leo Messi tani ka më shumë djegës se 8 klubet të La Ligës. Pas rekordit historik të Majorkës, pirati Vedat Muriqi befasohet nga një surprizë. Formula 1 Kimi Antonelli nuk shihet, jam kandidat për titullin, s'ndje presion. Video Brock Lesnar në dorashkat në ring drejt pensionimit pas humbjes në WrestleMania. Sakrifica prekse tifozit e Real Sociedad qëndroi jashtë finales që do hynin gruaja dhe vajza. Armando Broja i propozohet Barcelonës në listë dhe Muriqi, Sorlo dhe Aslani. Gashani, Rama e Krasniqi në Londër, sytë të lojrat mesdhetare. Revolta Neymar e fërshëlluen pasi humbi rastin për gol, reagon sulmuesi, nuk mbylla veshët, por i kruajta. Kosova dhe Shqipëria me tjetër hap të rëndësishëm për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Video Cristiano Ronaldo shënon një tjetër gol në karrierë. Kishte vetëm 6 euro në xhep, por sot pasuria e tij vlen mbi 72 milion euro, histori emocionuese e futbollistit. Lyon poshtë Paris Saint-Germain në Ligën 1 ndizet gara për titull. Juventusin poshtë pasër Bologna dhe blindon pozitat në zonën Champions League. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që i gjeni në me detaje në oranews.tv. Koha për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak, flasim drejt për drejt me ju. Të kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju. Nga ky moment dhe deri në përfundim, koha televizive është përgjithë, që doni ta bashkoheni dhe bëni pjesë e programit përmes bisedave në studio
në numrat e telefonit që i keni në ekranet tuaj. Mirëmëngjes, telefonata e parë. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u ktheve, Klodi? Mirë, si e? Jam një invalid i verbër. Po. Ka folur me juve edhe 3 herë tjera. Po? Përsërit jam në kem, të nën 5 vjeçare, mbaroja fatin në shkurt. I përsërita dokumentat që në dhjetor të 2025-s. Po. Edhe s'm ka ardhur asnjë përgjigje, pagesa më ndërprer, fola me juve në shkurt, fola në mars, fola në prill. E di thjesht arsye pritje është nderuar, sepse argumenti dhe ajo që thot institucioni e lidh me faktin që është vetëm një në të gjithë Shqipërinë dhe prandaj ka vonesa. Dhe pagesa pastaj do reflektohet nga momenti kur është bërë ndërprerja. Më kupton? Në dielin tim janë dosje që do zgjasin edhe pak ditë, jo javë, dhe do të shkojnë pastaj në njësinë administrative si kundër ndodh. Mirë, Klodi, shumë faleminderit, më fal se unë në hallje kam që të marr shpesh telefon. I nderuar, nuk shiko, e kam dëgjuar shpesh të gjë dhe nuk e di pse, sepse unë nuk e kam lënë, unë nuk e kam lënë as të kuptohet ndonjëherë që bezdisem nga Jo, telefonuesit. Jo, na duket neve ku marrin shpesh kështu themi që e kuptoj dhe unë ndaj sa herë që ju duket ju prapë do ta them. Që nuk është as pak bezdi, edhe nëse dikush merr 2 apo 3 herë në ditë, po. Kjo s'do të thotë që duhet marrin 3 herë në ditë, ose ti lëm hapësirë të tjerëve, por po them që nëse dikush nuk e merr sqarimin qoftë në telefonatën e parë dhe ose pas 10 minutash kujtohet për ndonjë gjë, patjetër që do marr, se këtu nuk jemi në rregulla strikte që duhet zbatuar dhe. Dakor? Mirë, shumë faleminderit. Ka mundësi që besoj po me sa më kanë thënë, por që dosja domethënë probleme në dosje nuk ka. Kjo është gjë e mirë. Zgjatja në kohë pastaj, okay, është e pajustifikueshme sigurisht, por duke qenë se është vetëm një institucion që merret me gjitha ato me të gjithë invalidët e Shqipërisë, e pengon pak procedimin në kohë të dosjeve për ju. Klodi, shumë faleminderit, kalofsh mirë. Zoti të ruaj të dhënë shëndet. Shumë faleminderit, i nderuar edhe ty. Mirë. Faleminderit shumë për telefonatën, kështu që kjo vlen për të gjithë dhe ata të cilët mendojnë që kanë për të pyetur diçka ose kanë pyetur diçka dhe nuk kanë marrë ndonjë sqarim, kanë të drejtë për të telefonuar sa herë të doni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhro. Klodi. Po. Vetëm më dëgjon nga telefoni në rast se nuk e ke të larë zërin televizor apo je jashtë. Ju bëra të premten një kërkesë për gjykatën e lartë, një vendim që më ishte marrë negativ në gjykatën e lartë në datë në 2020 dhe ju thash ka hapësirë më ligjore për ta ndjekur dhe më thatë për të thënë mirë po unë dje nuk u kapa do në telefon. Okej, bëre mirë që more, hapësira tjetër është duke hapur dhe një gjyqin në themel nga e para. Nga e para? Për fat keq, po. Po që ku në gjykata apo te komisioni se procedura është në komision përpara? Jo, në gjykatë, sepse ti atje ke tentuar zgjidhjen dhe gjykata në gjitha shkallët gjyqësore dhe ka rrëzuar. Po, në gjykatën e Tiranës, pastaj në gjykatën e Apelit dhe në gjykatën e Lartë. Po, sipas shkallës. Tani do kthehem prapë tek gjykata e Tiranës. Jo, nëse ti do ta hapësh si gjë dhe mendon që e përfiton, po. Kjo është rruga, nuk ka tjetër. Po si ku të aplikoj për herë të parë? Atë di avokati tash. Më kupton? Hapësirë ka njerë. Hapësirë ka gjithmonë për t'ju rikthyer një çështje, ëh? Ti mund ta kesh ose mund ta plotësosh me prova të tjera. Që vërteton pretendimin tënd dhe shkon hap një tjetër gjyq që por konsultohu më përpara me avokatin se sa është mundësia për ta përfituar atë gjë se do kthehem te gjykata e Tiranës me fjalë. Me ke të drejtën. Për të hapur gjyq të ri. Po e lartë ai ku mbaroi. Po. Më kupton? Mirë. Të përshëndes shumë i dashur. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një interesuar për legalizimin dhe masi marrë këtë legalizim ku duhet të shkoj. Ke bërë legalizimin? Po. Në Albania ose me noterë do bësh
Aplikimi për certifikat pronësie, brenda 30 ditëve, kur të ka dalë legalizimi? Unë dije ka marrë. Vendimi, ke marrë vendimin apo jo? Po, Aty në fund lexon brenda 30 ditëve? nuk të dëgjoj mirë? Në fund, çfarë lexon në fund të vendimit? Lexon që brenda 30 ditëve do aplikosh për të regjistrim të legalizimit? Po, me një kështu notere. Bravo. Do kaloj një muaj, pra 30 ditë do aplikosh për regjistrimin e lejes dhe daljen e certifikatës pronësisë. Faleminderit, Klodi. Thuaj se ke mbaruar punë, sa ajo e certifikatës pronësisë është Mirupafshim. më kollaj edhe në kohë. Faleminderit për telefonatën dhe ta gëzoni. Okej. Telefonata mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjesi, Klodi. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po, të ullur e ka më Klodi, sa e po priqa. Mirë, ule edhe një çik. Po, faleminderit. Klodi, Po, më ke marrë atë numrin e celularit se kam bërë një kërkesë te in Albania për certifikatën e martesës, se në kam ndrujet burri dhe të trungut familjar. nuk të ka dalë asnjë rast tjetra. Jo, nuk më ka Do dalë. provosh të Klodi. bësh aplikim tjetër sot, zonjë, sepse është hapur sistemi dhe disa prej atyre aplikimeve që janë bërë, ndoshta mund të jenë vështirë, po është hapur sepse dikush që i duhet një certifikat të tillë e mori brenda 24 orëve përpara kur ishte të dje. Po, shumë faleminderit. Mirë, faleminderit Edhe ty. e dyta, Klodi, ku merren lekët e asaj të funeralit, të bashortit, Nga ministria, në sigurimet. të sigurimet shoqërore duhet me shku? Po, Mirë, faleminderit shumë. Dakor, Klodi. faleminderit edhe ty, e dashur. Të mira. shumë faleminderit. Gjithë të mirat. Mirë dëgjofshim. Bukur, në 068 99 00008 068 60 54 639, se s'kemi pasur kohë t'i themi numrat, edhe pse ju i dini gjithsesi për lehtësi procedure themi për tjerët që ndoshta e kanë pak më të vështirë. Në 7:36 pjesa e dytë e programit, komunikim që vazhdon deri në 8:50 minuta, pra në përfundim të emisionit, dhe për takimin e sotëm e martë sot data 21 prill 2026, ndërsa më herët ju kujtojmë që ju sotëm në vëmendje lajmet dhe zhvillimet kryesore që i gjeni duke na klikuar edhe vetë. Mirëmëngjes telefonata. Alo, Mirëmëngjes. mirëmëngjes. Të flas pak me Klodin, të lutem. Urdhëro? Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam aplikuar për një tokë me noter në Vlorë. Mhm. Kam 2 muaj dhe nuk më shkthyer përgjigje. Do Sa të- mund të pres? Po është aplikimi i ri, prandaj kam prioritet ata që janë bërë më përpara dhe unë ta kam thënë që do të vi përgjigja, po nuk e di pse nuk më dëgjon. Po kur unë të dëgjoj shumë mirë edhe ditë për ditë se mësoj shumë nga përgjigjet që dërgon. Faleminderit. Po sa do pres? Jam e moshuar, jam e sëmur. Nuk mund të shkoj në Vlorë tek noterja që kam aplikuar, kam paguar lekët. Po pse duhet të shkosh? Që të bëj prap një kërkesë, pse nuk më kthehet përgjigje? Nuk është nevoja të bësh kërkesë, nga java tjetër do t'i thuash noterës që të kontrollojnë i Albania nëse ka ardhur përgjigje apo jo. Më Po kupton? gjithmonë do shikoj javës tjetër. Po pse ke punë tjetër e dashur? Po jo, s'kam punë tjetër, jam e sëmur, dua të shkoj të operoj syt, nuk shikoj. E di, po tani si ta vërtetojmë që të ka dalë apo jo, pse duke kontrolluar apo jo. Dhe s'ka nevojë të shkosh te noterja, vetëm do ta marrësh në telefon ose hape vetë i Albanian aty me dikën në shtëpi që ke, në një komshi, të hapi Po e Albanian hapa për të ta. unë, nuk ka dalë. Po dakor, pra, po them nga java tjetër sepse brenda afatit je e dashur. Sa, nuk është 35 ditë afati? Jo, nuk është 35 ditë. Të lutem, më ndihmo, Klodi. O shpirt, po unë e kam vërtetuar që të kam ndihmuar, se s'dua ta them kështu tani. Po, A pra- më ndihmo dhe një herë. Por e kam dërguar o zemër tani, po të do kohën e vet ajo, se është me radhë apo jo. Po e di që është me radhë, e E di. kupton se është dikush që ka aplikuar para 4 muajsh për shembull.
Se s'ka si të dalë kjo jote janë përpara ti, apo jo, besoj. Po janë të ndryshme ato kërkesat, nuk janë të njëjtat. Pikërisht se janë të ndryshme duan kohën e tyre. Po çdo njeri ka dosjen e vet. Pa diskutim që po, dhe atje bëhet me një radhë kronologjike, jo me rastësi. Prit më tha Klodi mua, po, por më tepër që unë nuk ju them kështu aty, ju them thjesht shikojeni, se s'dua të krijoj keq kuptime. Gjithsesi, ajo do dalë drejt asaj rrugë është patjetër sa kohë është bërë aplikimi, më kupton? Shumë faleminderit, do pres. Do presim. Shumë Të përshëndeset dashur. Faleminderit ty për telefonatën. Nuk më shqetësove. Unë shqetësohem në rastin tënd sepse shqetësohesh ti, por se më telefonon, nuk shqetësohem fare. Gjithsesi ajo ka procedurën dhe kohën e vet. Në asnjë lloj rasti dhe asnjëherë gjatë këtyre viteve nuk kemi proceduar në mënyrë jo korrekte me çdo institucion ku ju keni pasur probleme, pra nuk i kemi imponuar në zgjidhjen e problematikave për faktin që po i marrim ne. Jo. I kemi adresuar të gjitha shqetësimet në mënyrën më korrekte të mundshme në institucione të çfarëdo lloj natyre qofshin ato, pra pa pasur ose pa u ndier përfaqësuesit e institucioneve të ndikuar se po i thot një drejtues emisioni, një gazetar apo një përfaqësues i medias. Jo, komunikimi ka qenë shumë normal dhe ashtu do të vazhdojë që të jetë, thjesht duke e parë rastin dhe për të mos i sjell pengesa të paqëna dhe në mënyrë të padrejtë. Kaq kemi bërë ne. Pastaj për tjetër që nëse dikush ka aplikuar më herët nxirje pak më më vonë nxirje pak më herët se sa pjesa tjetër, këtë nuk e bëjmë dot sepse është jashtë asaj natyrës tonë të funksionimit punës. Aplikohet, dërgohet në institucion dhe aty pastaj trajtohet njësoj si të tjerët në mënyrë të drejtë, jo të padrejtë. Mirëmëngjes telefonat. Dhe ka funksionuar deri më sot, kështu që. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Jam nga Pogradeci. Më dëgjon? Po të dëgjoj. Po do të ulësh zërin e televizorit që do të dëgjoj më mirë. Po. Po ule ndërkohë? Ula, po. Fare. Më dëgjon të lutem? Të dëgjojmë? Ashtu. Kam një tokë këtu të shtëpia, doli e ka me tapi të rregullt të 7501-shit. Mirë po, vajta për të marrë certifikatën, ka po bërë një 2-3 vit. Nuk ma nxjerrin, kam aplikuar 3, nuk ma nxjerrin tamam sa që është 1.800, se aq është me tapi, Mirë po, desha t'i nxjerr certifikatën. Sa e nxjerr? Me rregull. Vajta prita derisa i plotësuan ato të tyret, edhe më dolit mas një 2-3 muajsh, kur e shikoj më kishte dalë 1.400. Në certifikat? Po, në certifikat, po jo e rregull, jo certifikat me ngjyra, ke parasysh certifikat mirë themi baravezi. S'ka lidhje deri nga sistemi ajo ashtu. Po, hajde s'ka gjë. Mirë po, vajta prapë kërkova, i ka fajet noteri, i ka fajet aplikova prapë. Si përfundim, e njëta gjë. 1.400? 1.400. Ajo është shumë e saktë, shumë e rregullt, toka me tapite si që thash të ligjit të ri. Ku ndodhet prona? Prona ndodhet në fshat, në Udënisht, të Pogradecit. Pra në kadastrin Pogradecit ke për aplikimin apo jo? Po, në kadastrin Pogradecit. Më sill dokumentet ta ndjek. Urdhëro? Më sill dokumentet që ta ndjekte. Po, do t'i sjell aty, Klodi, apo të flas kështu. Ndjes, s'ka nevojë në telefon përmes fotove. Po, shumë i nderuar, Rosh. Dakor, më sill edhe të pyesim në kadastër. Ty nuk të kanë dhënë sqarime herën e dytë pse doli 1.400 apo jo? Po nuk e marrin me hall edhe ata ore. Njerë nuk e di, kjo është një manipulima, një nëvletësim, si të thuash, po na vjen zor dreme thënë, sepse ajo qëndron e rregullt me tapi, me të gjitha.
pse ma nxjerrin një 400, prandaj çuditë, urdhra. E kuptova. Jo, asgjë, thjesht po them që më dërgo dokumentin e aplikimit dhe kaq. Gjithë të mirat. Faleminderit ty për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Kemi në linjë? Okej, pak çaste. Pas ka ikur ora. Mirë, para se të presim telefonat, ndalemi dhe flasim pak për pensionet private aq shumë të kërkuara muajt dhe vitet e fundit në Shqipëri, për një pjesë që ka kuptuar filozofinë ose qëllimin e pensionit privat. Qëllimi i pensionit privat është të krijojë në moshë pensioni një pagesë dinjitoze për ju, pa diskutim, dhe është një pagesë shtesë krahas pensionit të institucioneve të sigurimeve shoqërore të detyrueshëm që keni në një moshë tjetër, pra në moshën e tretë. Shikoni, është aq shumë e domosdoshme sa nuk e di me çfarë duhet ta krahasojmë këtë të pensionit privat, sepse bëri një gjë. Mendoni ose ndiqni emisione se sa ankesat pensionistëve ka për pagesa të ulta të pensioneve. Pra të papranueshme për të përballuar kostot mujore dhe kostot e jetesës. Një kohë kur duhen ilaçet, një kohë kur ushqimi duhet specifik, një kohë kur produktet ushqimore, një pjesë prej tyre në kohën që jetojmë janë paksa të shtrenjta për xhepin e pensionistëve. Dhe çfarë duhet bëjmë? Pse duhet presim të njëjtin gjë dhe pse duhet presim nga institucionet shtetërore dhe nga performanca e buxhetit për të shpërndarë ato pak para për secilin, edhe pse në makro thash dhe kanë përsëritur her pas here kanë qenë shumë. Ai që duhet bëjmë është ta përcaktojmë vetë pensionin, dhe të fillojmë që sot, duke hequr mënjan, si thot populli, ose duke kursyer. Qoftë edhe 20 apo 50 euro në muaj, të cilën ti e lë aty në një llogari të posaçme pensioni privat dhe në fund të 15 apo 20 viteve e merr atë të shtuar. Nëse ke lënë 2 merr 4 dhe kështu me radhë. Pra, ti e përcakton vetë ardhmen tënde financiare duke u kujdesur pak sot dhe ai 20 apo 50.000 lekë në muaj, por qoftë edhe më shumë për ata që kanë mundësi të kursejnë më shumë, nuk ju ndikon as pak në cilësinë e jetës tuaj, sepse besoj që nëse jenë marrëdhënie pune, kaq të ardhura mjaftojnë dhe debrojnë për të bërë diferencën pas disa vitesh. Dhe kur ti pastaj plotëson moshën e pensionit, në Sigal Invest del 5 vite më herët në pension, e ke aty dhe nuk ta prek askush, për më tepër, në momentin që ti merr pagesën e parë mujore si pensionist në Sigal, pjesa tjetër e mbetur e shumës që ke për të marrë vazhdon shtohet me të njëjtën përqindje. Pra që në momentin e parë, që në momentin kur dikush merr telefonin dhe hap një llogari pensioni privat, shkarkon dhe aplikacionin për kadës për para ty se si po performon llogaria jote, ti deli fituar. E jo më pastaj por të vazhdosh për vite me radhë, të investosh dhe të kursesh për veten tënde. Sepse kështu ti kursen paratë tua, nuk më pëlqen të bëj krahasime të cilat ndoshta prekin njerëzit, por fatkeqësisht janë situata që ndodhin dhe duhet na bëjnë të reflektojmë. Jemi shoqëri, po themi që në shumicën e rasteve kemi droje ose kemi frikë për të tentuar që parat i ruajmë në forma të ndryshme dhe preferojmë banesën, preferojmë shtëpinë. Aq sa janë, nuk po them që jemi miliarder, po them për familjet e mesme, ë? Asesi nuk do ta bëni diçka të tillë, nëse nuk doni që parat tuaja të përballen përballë rreziqeve të tipit si ajo që ndodhi pak ditë më parë. Një tragjedi ose një fatkeqësi e rëndë ku njerëzit humbën gjithçka, krahas edhe shtëpisë së tyre, që shpresojmë të rregullohet. Pra, ja një hap ose ja një arsye më shumë sepse duhet ta bësh diçka të tillë. Nëse ty të tepron në fund muajit një sasi të caktuar parash, depozitoje në llogarinë e fondit privat, e mbron paranë tënde dhe paraja jote punon për ty. Kaq e thjeshtë është. Pra nuk humbet sepse ti e merr kur të duash të pastaj. Thuaj që po s'jam i sigurt ose po i marr që ti kem të sigurta me vete edhe një herë i tërheq. Por nuk besoj se dikush mund ta bëjë diçka të tillë, sepse në momentin e parë që do depozitoj një shumë të caktuar, kur të kujtohet pastaj për të tërhequr, ajo do jetë goxha dhe do thotë pse mos i la akoma që të shtohen. Për vete ke, pensione që trashëgueshëm, ndaj zgjidhni fondin Sigal për pensione të larta, të sigurta dhe mbi të gjitha dinjitoze. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje.
Është larguar, edhe një tjetër. Janë larguar të dyja. Alo? Të dyja mirë në 7:49 në përfundim të pjesës së dytë të programit. 068 60 54 69 068 99 00008. Alo? Alo, përshëndetje. 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 Lodi, mamaja ime ka qenë e përsekutuar. Ka marrë 3 këste dhe në kohën që do shpërndaj këstikartës, ndroi jetë. Ne si fëmijë kemi bërë të tëra dokumentat që duheshin që na kërkonin jo aktin trashëgimisë, akti vdekjes, apo po tani kemi 4 muaj nuk kemi marrë një përgjigje. Në cilin institucion? Përgjigje nga kush? Nga Ministria e Financave. 4 muaj. 4 muaj që në janari kemi çuar dokumenta. Më thuaj emrin e personit që ka dokumentat. Emri mamaja ka qenë e përsekutuar nga Jati. Emri i Jatit ka qenë Fuat Jaho Leskaj. Edhe njërë, Fuat? Jaho Leskaj. Jaho? Po. Po nëna? Leskaj. Ndërsa mamaja Dahate. Edhe njërë? Fuat Dahate. Dahate. Fuat Tahiraj. Tahiraj. Po. Nga qyteti Vlorës. Vlorë? Po. Okej. Mirë, falenderoj shumë tash të pyesim nëse do na japi ndonjë detaj dhe do ja përcjellim, dakor? Okej. Presim tjetër në 7:51, mirëmëngjes. Mëngjes. Jam një qytetar që kam folë para 2-3 muajve me marrë dokumentat që i tregova me WhatsApp, dokumentet e pronës. Kush jeni? Unë jam një shok nga qyteti Shagut. Po ku ma ke dërguar të lutem? Po në WhatsApp po ka 3 muaj, 4 muaj. Le të ketë 3 shifrat e fundit të telefonit sa janë. Nuk e maj menet e të fundit, po do me thonë kaq. Po. Që një kushënjë im ka bërë një vendim të kthimit pronave të qytetit Shagut, po nuk ka përfshi 3 fëmijë e gruas parë, që ka qenë një parë baba im, çaxha im dhe një hallë ime. Tash i më desh mu me i hollën gjyq, e fitova gjyqin, e mora të formë shpreh, që unë nëreq për vendimi i bashkisë Shagut, Komitetin Shagut, më që ishe në kohë 94. Ky vendim është vendimi 51 datë 16/4/94. Dhe këtë vendim e ka Agjencia e Kthimit Trajtimit Pronave, e ka fotokopjet notorizuar. Mu më kërkojnë original. Shkom lonë vend pashku, e arshiv pashku, e gjukat pashku, me jetë original, nuk e gjej sepse në 95-ën Komiteti Ekzekutiv Shagut dojë me gjithë letra, me gjithë harta, me gjithë qa kishte mrena. Tani nuk di se si veproj. I shkruajt e ministrit, më ka kthyer përgjigje ministri. Çfarë dokumenti është ky që ta kërkojnë origjinal, se nuk e dëgjova mirë. Dokumenti që ti e ke të fotokopjuar dhe ta kërkojnë origjinal. Vendimi i kthimit pronave të qytetit Shagut me... Aha, po duhet të drejtohesh te arkivi qendror për këtë nderuar. Dakor. Është larguar. Mirë, do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare përpara se të ndiqni mesazhin e Oso, po ja u përcjellim ne. Oso është produkti më i ri në Shqipëri, është i certifikuar nga institucionet e Bashkimit Evropian dhe i prodhuar po ashtu sipas standardeve të Bashkimit Evropian për të gjithë ju që vuani nga problemet e kockave apo edhe të nyjeve. Nuk është thjesht një medikament që shëron dhe largon dhimbjen për pak momente, por ata që e kanë përdorur dhe mjekët specialistë flasin për një produkt i cili rekuperon edhe kockën, ndoshta të humbur gjatë një periudhe të konsiderueshme kohore, të cilën ju e keni lënë të pakuruar në momentin kur duhej. Përdorni Oso, largoni dhimbjet dhe gjithashtu rekuperoni atë që keni humbur dhe mbi gjitha riktheni cilësinë e jetës më parshme. Publicitet vin pas pak. Kemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8:01 vijon komunikimi drejt për drejt me ju, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo?
Mirëmëngjes. Klodi. Urdhëro. Unë jam ajo gruaja prej Lezhët që kam marrë edhe javën tjetër për punë pensionit. Po zonjë, ma thuaj problemin? Vetëm u lexorin televizorin më përpara. Shiko si jam problemi. Unë kam bërë gjyq për një 10 vjet homona, i kam fitua, edhe i kam fitua këto në Lezhë, edhe i kam fitua në apelin Tiranë. Tash kam shkua atje, mua më kanë shtua pensionin, dikush më thot 4.800 lek, dikush më thot 7.000 lek. Ta shtua pensioni për 19 vjet që më kam dalë në pension. Si të shtuar, se kupton, për janarin, për të shtesën që u dha? Për krejt 19 vjeqin, për krejt. Nuk ka drejt me lyp ma në Lezhë herna. Kam kënë dje, jam marrë vesh me ta. Po, a ke dërguar, për sa vite ishe në gjyq, për 10 vite? Për 10 vite. Dhe sa ishte shtesa? Shtesa gjithsej, një zyrë më tha 4.800 lek. Një tjetër më tha ka shtuar 7.000 lek. Po, s'ka nevoj të ta thonë ata. Pra, sa i kishe pensionin për para unë pensionin e kam pas, si fillim kam dalë... Jo, mos më ngatro, të lutem, o shpirt, edhe njërë. Mos më ngatro, mos më thuaj si fillim, se fillimet e dim se si kanë qënë. Po, më thuaj ti, më bënë të tjeti. Në muajin, kur e fitove gjyqin? Gjyqin e kam fitu me 17 nënër. Okej, stop. Në 17 tetor, sa e kishe pensionin? 62.000 lek. 62.000 lek. Sa tu bë pastaj? Tash ma bon me shtesën e Romse, me këta... Jo, lëre shtesën e atë, pa shtesën e janarit, me atë që fitove gjyqin. Ata që kam fitu gjyqin, më janë shtua... Sa u bë? Sa u bë pastaj? 68.000 lek. 6.000 lek janë shtuar. Po, 6.000 lek. Po. A ishte thanë sigurimet të takon? Po, që të sigurimet që sënore jam këndje, po, që. Shiko, e dashur, ka një gjë. Për gjithë ata të cilët kanë pretendime se pensionin duhet ta kishin më shumë edhe pas vendimi i gjyqit. Po. Me dokumente që ke duke u bërë foto atyre, edhe vendimin e gjyqit, ti bën një kërkesë për rishqyrtim pensionin në Albania, është pa pagesa. E kam bën. Atëherë, nëse e ke bërë dhe të kartë përgjigja? Po, kartë përgjigja nuk të ka nësiset. Kaq është e dashur? Po. E nuk ka tjetër gjë? Jo. Sepse ti e ke shfrytzuar, pra e ke bërë edhe këtë pjesën e rishqyrtimit pensionit, e cila detyron institucionin për të hapur dhe një dosjen dhe të bën përcaktimin. Nëse është llogaritur saktë, të thotë që ka që dakon. Nëse është llogaritur gabim, bëhet reflektimi. Ndjes, bëhet reflektimi duke marrë më tepër nga sa ke marrë më herët bashkë me pagesat e prapambetura. Po, unë e pensionit për 10 vjeçarin që e kam fitua, s'kam drejt me kërku hiç më. Po ti e kërkove, pra të ke marrë 6.000 lek shtesë për atë. S'ka më. Nëse dhe pas kërkesës për rishqyrtim pensioni nuk të kanë dhënë, jo e dashur. Jo, e kam bën. Po, dhe more përgjigje. Kur e ke bërë atë të rishqyrtim? E kam bën para 1-2 javësh, e kam postuar me postë, dhe kam shkuar dje, kam marrë përgjigjen asgjë tjetër. Si e more përgjigje? Me gojë? Me gojë me shkrim e kam marrë. A e ke marrë dhe me shkrim? Nuk ka rrugë tjetër, dashur, ai është pensioni jot, ai që ke aktualisht. Ma kupton? Po, edhe nuk kam drejt me kërkuar kërkon. E ke kërkuar o shpirt, e ke shfrytëzuar të drejtën për ta kërkuar përmes kërkesës për rishqyrtim pensioni, dhe po më thua që ka ardhur përgjigja pra. Ti më the, javën tjetër më the të kod 1/1 10 vjeçari që më kam pasu. Po ti më the që e ka marrë herën e kaluar, nuk më the që ke marrë 6.000 lek për 10 vjeçarin. Jo, s'kam marrë, veç kam marrë. Po ti më the e mora shpirt. Po, i ta kam marrë, po. Dhe nëse ke bërë kërkesën për rishqyrtim pensioni dhe të kanë thënë që kaq, kur bërë kërkesën për rishqyrtim pensioni, a e çove vendimin e gjykatës që e ke fituar? Po e kam çuar. E sigurt që e ke çuar? Nuk e kanë pa hiç, nuk kem nevojë tha me pa hiç. I kam çuar vendimet e gjykatës të 2 djet. Tiranë sot Lezhë. Kur dje? Dje ditën e hënë. Po jo pra jo. Domethënë e dashur edhe një herë. Kur bërë kërkesën për rishqyrtim pensioni përpara 2 javëve. Po. Ja dërgove institut. Po kush të tha që du ta postosh? Aty në Albania nuk e çoje dot? Po, ajo Albania më tha me postua me post, me u çu sigurime shënore. Pra ja ke çuar? Po ja kam çuar, po. Okej. Aq është pra, nuk ka përgjigje tjetër e nderuar. Mirë. Përshëndes shumë. Të përqafoj. Faleminderit shumë për telefonatën. Edhe për ty, presin tjetër. Mirëmëngjes. Shtetje. Urdhoni.
Klodi, Po. desha të i pyetje të vogël. Po. Për pensionin privat. Po. Unë jam 60 vjeç. E zonë se dalë 68 vjeç. Të paguaj këtë pensionin ka 50.000 lekë në muaj, 600.000 lekë në vjet, për 8 vjet në fund sa më del pensioni? Po nuk mund ta them fikse këtë, i nderuar. Ajo, po nuk e di, nuk ta them dot fikse, s'kam si të ta them. Se s'dua të gaboj, se nga ajo që mund të them tani me ndryshimin e që gjithmonë shtohet interesat i mund të marrësh më shumë dhe s'dua që të jap informacion të gabuar që të keq interpretohet te njerëzit. Ajo që di të them me siguri është që merr për herë më shumë nga sa kontribon. Kjo është pak për e sigurt, sepse e kam bërë vetë. Domethënë i bën më shumë se 50.000 lekë në muaj që të marrësh, ha? Sigurisht që po. Është gjithmonë sepse është me 4.6% për çdo vit. Po. Më kupton? Dhe sado që të jetë kontributi, qoftë minimal fare, qoftë shumë, qoftë mesatarisht, gjithmonë merr më shumë nga sa depoziton, po se kjo është filozofia, se ç'kuptim do kishte pastaj nëse do merrje aq sa kontribuon. Mbaj aty nëse i ke ashtu. Po jo, po ashtu, kështu i bie. E prandaj qëndron dhe bëhet, domethënë, tërheqëse dhe fitimprurse për njerëzit, sepse ti nëse ke, po themi, 10.000 euro për ta kuptuar me marrë si shifër, po mund të kesh edhe më shumë dhe më pak, ti prandaj çon aty që të bëhen shumë. Se po qese merr prap, pse ti jep institucionit dal nga dal, po ti merr vetë dal nga dal në shtëpi. E kupton? Faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Në 88 minuta jemi. Nisi kësaj pjese të tretë. Alo? Alo? Po, si jeni? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, sa jeni mirë? Mirë, si jeni ju? Unë jam një invalid, një verbër nga edhe kam po letët të të merit të vitit 2019. E sot nuk kam asë të vënd të gjithë. Ku banoni? E Batësh. Për rindërtim apo për çfarë kompensim? Për rindërtim, 25 ka qenë atëherë, kur kam pas inxhinier. Kush ka qenë? Nuk kam 25. Ka shumë i ndërruar. Shiko, është një proces që nuk është mbyllur. Dhe në gjitha është një proces që nuk është mbyllur ende dhe në të gjitha rastet që ne pyesim është që po do të përfundoj, do të merren konsiderat, nuk e dim se kur. Dhe jo, s'ke mbetur vetëm ti. Ka mbetur edhe të tjerë. Nuk e di në lagje, por është një proces që ka mbetur edhe të tjerë. Dhe në rastin tuaj, çfarë ju thon? Mund kam shku, thonë vetë nuk lëviz dot, të shku disa herë nosën. Edhe jo, s'ka teja të bën teja, kur të bën, po vojë 7 vjet. I ke dokumentet aty të rivlerësimit? Unë të momentet i kam shku në bashkisë, janë në bashki. S'ke asë dokumenti, s'ke mbajtur asë dokument për vete? Kopjet e kam unë, kopjet. Kopjet pra, mundohu të më nisësh ndonjë dokument me foto dhe të pyes. Sa kam të mund të, s'kam njëri të së jam vetë në bashki. S'ka gjë, kur të mundesh, më vonë. E rash i ditë, po s'me dole në shpile njëri. Ai telefonit vite për mund dole njëri. Po që të themu, ka pasur ngarkesë edhe është, ka qenë linja e zënë. Atë se regulojmë dot. E ti, Kloti, unë jam i verbër, invalid. E kuptoj. Kam punon në shtëri, kam punon gjëranet. Sot ka, jam kështu si qëmë. Duam bashkim garaj. Në qartë. Po kështu funksionon ndëruar. Mundohu të më nisësh një dokument të rivlerësimi dhe të... Në momentin s'kam njëri... Po s'ka problem, kur të mundesh më vonë, nuk është urgjente në kuptimin e... Po që numër telefone? Jo, ma niste adresa që e kemi aty në ekran, jo në numër telefoni. Mirë? Po s'ka problem, e kuptoj, se the që ke probleme me shikimin, por kur të mos jesh vetëm, ta tregon personin në fjalë. Thjesht tuaj nisja Klodi dhe kaq. Je shumë nderuar. Faleminderit i nderuar. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Klodin flas. Po. Dgjoj, kam dalë në pension në mars. Po. Me 41 vite e 8 muaj e 9 ditë. Po. Quhet pensioni plot? Po, patjetër i plot.
Ashtu. Tani me këto vite, unë kam, brenda këtyre viteve kam 8 vjetë si zjarfikës. Çfarë shtese mund të kem, se mua më ka dalë pensionin për 300.000 lekë. Po nuk ka. Si bën këto llogaritje? Me 8 vite nuk është se ka ndonjë trajtim tjetër, është përfshihet te pjesa e gjithë viteve që ke bërë. Nuk ndikon gjë. Jo, i nderuar. Po, kjo shtesa si pension rural, domethënë 18-qa. Jo, nëse është rural nuk të takon, pastaj po e ke urban të takon. Urban, si i thon, urban. Po, ata që kanë nën 400.000 lekë pensionin, kanë përfituar. Po, unë e përfitoj? Po, patjetër që e përfitoj. Nëse je urban i plot, po. Po tani unë, te kjo 300 është edhe kjo shtesa? Po jo, bra, një sekond, kur ke dalë në pension? Po pra tani mua dje me erdhi përgjigja. A dje erdhi përgjigja, po je brenda asaj, kështu që të ka dalë pensioni bashku me këtë dhe vitin tjetër nëse do funksionoj kështu do marrësh plus 18 të tjera. Po atëherë pas ka dalë shumë pak. Shiko, kjo që thoni ju edhe mund të qëndroj që ka dalë shumë pak dhe ti mund ta kërkosh këtë me Jellbenia te kërkesa për llogaritje pensioni. Më kupton? Bëj atë, s'të kushton asgjë ajo, dhe ti aty mëson nëse pensioni është llogaritur mirë apo saktë. Edhe mund të jetë llogaritur gabim, nuk po them. Por për të hequr merakun e bën aty në Jellbenia kërkesën për rishqyrtim pension. Rishqyrtim? Po. Rishqyrtim dhe llogaritje njësoj është. Po. Mirë, shumë faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Asgjë fare. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Urdhëro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ule zërin televizorit se ngatrohesh. Po jeta ule. Ule në zero fare. Po, më thuaj. Fola dje me ju zoti Klodi. Po. Edhe më tha që të marrë një përgjigje. Kam 4 muaj që po vi vërdar me këtë shkolla dhe dje, edhe s'mi japi përgjigje. Për çfarë? Për pensionin. Në Durrës? Për pensionin, e plot. Këtu kam lind në Durrë, këtu jam rrit, këtu kam punu. Kam 37 vjetë e 4 muaj. Dhimitër apo jo? Nuk e përfiton, thamu. Dhimitër apo jo? Prap dje. Dhimitri apo jo? Po, Dhimitër Qendro. E di dashur, unë pyeta dje personi që unë pyeta nuk ishte në Shqipëri, maksimumi nesër do kesh përgjigje në mëngjes. Faleminderit. Po nuk e di pse ka 4 muaj që e kam bërë nga Nilo Benës, po më japin si përgjigje. Tani unë prandaj janë bërë kështu. Unë prandaj ta mora. Me fjalë, jo, i thashë folën me gazetarin e përfitoj, nuk di gjë gazetë. Si s'dika gjë me gazetarin, po je përgjigje gjithë Shqipërisë ta se dika. Mos u nxjerrë, po kam 4 muaj po më jap përgjigje. Mos u shqetëso dhe mos e përdorni këtë fola me gazetarë si një shenjë kështu se nuk është ky qëllimi. Dgjoj dashur, ne kur flasim me institucionet, e thash edhe pak më herët. Unë se i ndjek vetë gjitha rastet e emisionit. Përpiqem në maksimum për të qenë korrekt. Pra kur unë i përcjell institucionit një problematik, mundohem të zhvishem nga ky petku i gazetarit dhe ja kërkoj si qytetar. Ja kërkoj në mënyrë të kulturuar, ja kërkoj dhe në mënyrë që të detyruar nga ana institucioni, sepse tek e fundi ka përgjegjësi për të kthyer përgjigje qytetarit dhe meqense ti pretendon që nuk e ke gjetur në këtë lloj mënyre. Jo, kam 4 muaj që po dakord, pra, dakord, i dashur, edhe një herë, sepse unë them edhe anën tjetër, pastaj ka shumë raste kur qytetarët për fat keq nga mungesa e informacionit të tyre na i kanë thënë gjëra gabim. Jo, unë se kam dhënë gabim. Po e di më shpirt, unë thash ka pasur raste, pse hidhesh, të lutem, i nderuar. Unë jam shumë i sigurt. Megjithatë, as kjo situatë nuk na ka mërzitur, sepse themi, okay, është çështje informacioni kjo gjë dhe s'ka pse na mërzit. Dhe unë kam thënë të takon duke ju referuar asaj tëndes, në deklaratës tënde. Dhe dje në orën 8:43 minuta, unë kam folur me personin përkatës atje dhe ishte jashtë shtetit. Sot ose nesër maksimumi e ke përgjigjen ta garantoj unë. Për sa more të thash, Dhimitër Thomaq Qendro, apo jo? Po sepse kam këtu përpara. Ku tankon tjetër, unë shiqur që jeni ju, ku? Mos u shqetëso. Je në rregull, i dashur, edhe një herë, domethënë, nëse ka 4 i dashur, më dëgjoj pak.
Nëse çështja jote ka 4 muaj, a prish punë që të bëjë 4 muaj e 2 ditë ta kërkoj unë këtë? Jo, prish punë, unë po e pasitova unë këtë të iman nga janari tek ne. Po pra, patjetër, sepse thash mund të jetë bërë gabim. Nëse ti je me ato kushte që më the dje, e përfiton. Nuk e di çfarë do më thonë të sigurimet dhe nga sistemi pastaj, ja? Po janë të sigurta vitet më Klodi, në flas. Në rregull, o i nderuar, edhe një herë. Në Durrës kam punuar në fabrika në Durrës. Nuk po them gjë. Urban i plot me aq vite sa kishe ti. Në atë vit që ke dalë që duheshin aq, me atë lloj pune që ke bërë, me pagesën 900.000 lekë përfiton. Tani do pres përgjigjen e institucionit. Jo, unë 250.000 lekë nuk i marr. Po, është poshtë 400 250 ja. E kuptoj. Pra, po, sepse duke të sqaruar ty, sqaroj edhe një tjetër pastaj. 25 vjet, kimike, një shgoma, një sigare, e në fund fare do të ke bashkë bajza, të fabrika letët për të romane. I kam vitet unë. Po të është për mjavi përgjigje, vitet i kam. Nuk po them gjë pra se deklarove kështu, unë ta mora emrin edhe pyeta. Sot, besoj, ose maksimumi, dëgjoj, gjithsesi, se mund të vite tani përgjigja për pak, gjithsesi nëse s'ke diçka tjetër për të bërë, na ndiq edhe një gjysmore në emision sot. Po, këtu jam shpiku të ikë, atje të shkoj prap. Jo, po... Se dhe përqohen prap. Jo, më tha ajo, dhe më ka thonë 3 herë, që do të marrë telefon, do të marrë të gjithë vetë, hapë do të jetë, edhe asgjë. Inderuar, po dëgjoj pak se kjo nuk është korrekte, do të thënë, sa ko jemi futur dhe ne tani, ti s'ke pse shkon atje, në kuptimin që të lodhesh. Për mua shko mos, ka lidhje. Por nuk është se do... Anamore ne për këtë gjë. Po. Sepse duke shkuar ti s'ke besim dhe unë pastaj. Jo, besim kam gëtyrën se ka gjithë Shqipëria për e punë. Unë që them, do ta jap përgjigjen sot ose nesër, është e garantuar kjo. Se ta them publikisht, nuk po ta them privatisht, do thuash, po ta them këtu me fytyrë. Më tepër, Klodi më dëgjoj se në dy se desha me shku prapë sot, që më tha të sigurt do të hap vetë docjen ta. Po më ka thonë 3 herë kështu ajo nusja që del aty me gjithë çunin. 3 herë. Ja dhash prapë numrin e telefonit, ja dhash kartën, nuk e përfiton. Po pse? Ke 37 vjetë. O, jam 37 vjetë e 4 mujë dhe shkam letër në bankës, që kam pagujtjet. Po, çfarë tha pastaj? Dhe shko paguj edhe 4 mujë. Edhe në 37 vjetë nuk prapë fitoj dhe, nuk e fiton dhe. Po si më se fitoj dhe? Shumë të atje. Edhe s'përshkoj sot 5 përgjigje nga ju. Faleminderit. Faleminderit dhe ty, nderuar, gjithë të mira. Gjithsesi thash, se unë po bëj dhe i mesazh tani, nëse vjen përgjigja, do ta them edhe me emër mbi emër. Mirë. Të përshëndes shumë. Shkoj me tjetër, telefonues, mirëmëngjesi. Sa von. Alo. Okej, meqense nuk e kemi telefonatën në linjë është larguar, ndalemi te pensionet private, domosdoshmëria të cilave bëhet çdo ditë edhe më tepër e tillë, interesimi për të është i përditshëm, mos së shumti kontaktojnë përfaqësuesit e Sigalit në atë numër që ju shikoni tashmë në ekran, por ka raste që na marrin dhe në telefon si kundër ishte personi më herët, me mesazhe gjitha me radhë. Pra, ka një interes të shtuar sepse është kuptuar se si funksionon. Pra, metodologjia dhe gjithë ajo se çfarë ndodh është çështja e sigurisë të paras tënde dhe pastaj paraja punon për ty në kuptimin e parë të fjalës dhe shtohet. Ti e merr në formë pensioni ose në formë të menjëhershme për të përballuar ndonjë shpenzim të papritur që e ke pamundur po ashtu për ta përballuar me financat që ke, por kujtohesh dhe thua prit se un kam një fond aty te pensioni privat dhe e shfrytëzon patjetër. Pra nuk je nuk je i detyruar për të qëndruar peng në thonjza, i afateve kohore të presësh, nëse je 40, presësh 20 vite të tjera për ta marrë. Nëse pret është akoma më mirë dhe në interesin tëndë, sepse çdo vit, çdo dekadë që kalon dhe ti je pjesë e fondit Sigal përmes kontributeve tua për efekt pensioni privat, është sigurisht në të mirën tënde se koha e zgjatur shton paratë tua, sepse shton edhe kontributin që ti bën çdo muaj. Pensioni është totalisht i trashëgueshëm, nuk humbet kurrë, ose po themi vlera financiare, nuk humbet kurrë dhe në rast se humb jeta e ati që ka kontribuar e marrin familjarë të gëzojnë fëmijët apo pjesëtarët të tjerë të familjes. Përfitime ka dhe kompanitë dhe bizneset të cilat sigurojnë në pensionin privat punonësit e tyre, kanë përfitime të drejtë për drejta financiare në kuptimin e tatimeve që paguajnë në shtet,
Kështu që është një gamë e gjerë përfitimesh nëse dikush, qoftë kjo kompani biznes apo edhe vetë individ, bëhet pjesë e pensioneve private. Ku ka mirë që në moshë pensionit të kesh 2 pensione. Një që e ke krijuar vetë dhe një tjetër që po ashtu e ke krijuar vetë, por nuk është aq i pastër sa pensioni privat, sepse në pensioni privat shuma që ti kontribon është e pastër. Nuk është se shkon një pjesë për tatime të treta, e gjitha me radhë. Jo, është aq sa ti kontribon dhe merret me kthimin për katës vjetor që ja u kemi shpjeguar gjithmonë. Telefononi në numrin e më poshtëm për të marrë një informacion edhe më të detajuar në terma që nëse unë kam 50 euro në muaj për 10 vite apo për 20 vite sa më del pensionit, të kësaj natyre, sepse nuk mund t'i bëjmë në transmetim në drejt për drejt gjitha këto llogaritje dhe çdo pyetje tjetër që keni për pensionet private, por pyeteni edhe ajo pjesë e shoqërisë që ndoshta ju nuk keni ndërmend për ta bërë ndonjëherë ose për ta aplikuar si mënyrë funksionimi për pension, thjesht dëgjojeni, pyesni mbi gjithçka, sugjerojeni të afërmve tuaj ose ata që jetojnë dhe punojnë jashtë, sepse e dinë më së miri se çdo thot pensioni privat. Faleminderit Sigal. Ndërkohë, meqense jemi te përcjellja e mesazheve, do të ndalemi flasim pak edhe për përshëndetin, kryesisht atë që dëgjojmë rëndom edhe në përditshmërinë tonë që jam zgjuar sot me dhimbje nyesh apo kockash e gjitha me radhë. Mos i neglizhoni këto sepse mund të jenë simptoma të vogla, por mund të jenë tregues të mëdhenj të një shqetësimi serioz në të ardhmen e afërt. Çdo dhimbje që lidhet drejt për drejt me kockat apo nyjet ka një përgjigje, është oso që ndihmon drejt për drejt në përmirësimin dhe kalimin jo vetëm të dhimbjes, por në rekuperimin e kockës që ndoshta mund të ketë humbur për shkak të ndonjë vonese në marrjen e masave në kohën e caktuar. Kështu që oso është një produkt që është krijuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian, i certifikuar, i provuar për të arritur qëllimin për të cilin flasin drejt për drejt edhe mjekët, kështu që provojeni edhe ju. Ata të cilët e kanë bërë diçka të tillë flasin për një eksperiencë fantastike, duke rikthyer cilësinë e mëparshme të jetesës që kanë pasur dhe rikthimin e atij vrapit të lehtë që të ndihmon ndonjëherë edhe për çështje të tjera të organizmit dhe të shëndetit. Zgjidhni oso për problemet që keni me kockat dhe nyjet. Publicitet vim pas pak. Kemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit ora 8:31 minuta. Vion komunikimi drejt për drejt me ju për këto më pak se 20 minuta kohë të mbetur deri në përfundim të emisionit për ditën e sotme në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Kemi telefonat në linjë? Akoma jo, nuk na kanë pritur në reklama, presim në pak sekonda, po mirëmëngjes. Alo. E Klodi më thë? Po. Në linjë. Klodi jam. Klodi. Po. Të përshëndes. Po u lezërin televizori dhe unë të përshëndes shumë. Ja, po më falë. S'ka gjë fare? Mbylla fare. Më dëgjoj, Klodi. Më ke zgjidhur problemin, kam një problem. Mua ma ke zgjidhur. Po. Dëgjoj. Të dëgjoj. Çfarë problemi kam zgjidhur? S'mbaj mend. Më ke për kartat e shtëpive i bëra në rregull se ndinove ti kam thënë tjetër. Tani kam një problem tjetër. Kam një mbes në Greqi. Aha. E kam mbaruar kolegjin turk në 97-ën. Bukur. Kolegji turk është mbyllur tani. Kush tha që është mbyllur? Vazhdon. Po. Unë e di se është mbyllur, prandaj. Po jo, s'ka lidhje me atë, është institucioni aty. Në rregull, se i duhen ta karta se po fillon punë. Aty të dërgoj email ose ti marr në telefon e gjen vet vajza. Në rregull, faleminderit Klodi. Hapur është. Faleminderit, je shumë i mirë. Faleminderit shumë edhe ty për telefonat. Faleminderit. Ditë mbarë. Okej. Bukuri. Presim tjetër në këtë pjesë të 4 dhe të fundit. Mirëmëngjes. Alo. Do të fasi kërë Klodi. Po Klodi, jam vetëm uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Alo. Klodi. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jo, unë kam djalin në Greqi dhe punon me sigurime. Po? Ati i paguan ato. Po, ja ka paguar dhe këtuja, në Kuçov. Po. Edhe më vajta zje
të vit, më tha që nuk i ta Nuk të dëgjoj me ndërprerje. Të dëgjoj me shumë ndërprerje, nderuar, të lutem lëviz pak nga aty ku je, sepse si duket s'ka val. Edhe një herë. Ka punuar edhe në Kuçov, apo jo? Ka paguar lekë. I ka paguar, po? Se punon në Greqi. Dakor, pra. Edhe tani unë i ka paguar, kam 25 vjetë që ja kam paguar. Dije ku vajta të vit të 2002, 2026, edhe më tha që nuk, ashtu tha, nuk duhet i paguar, se nuk ka dalë një ligj tani ja. Po çfarë s'duhet paguash, pra? Nuk, në Shqipëri. Okej, mos paguaj më, nëse të kanë thënë ashtu. Mos i paguaj, se... Po nëse të kanë thënë ati që mos paguaj. Ato do t'i njihen. Ato i ka rregull, ajo nuk të ka thënë së të njihen ato, ajo ka thënë mos paguaj tani. Mos paguaj, se ka dalë një ligj tani, sa ajo. Në rregull, pra? Do ke dalë, se mu pa ne të mora... E dashur, nëse, do më thonë, ideja dhe lajmi mirë është që nuk të digjen ato që ke paguar. Së të ka thënë kështu, apo jo? Jo, nuk më thënë që të digjen apo së të digjen. Mos paguaj atëherë. Po nuk të digjen ato, sa kosta ka thënë institucioni, pse duhet digjen? Mirë. Më kupton? Thjesht mos paguaj, ndiq udhëzimet e tyre, sepse ata e din të saksi gjë dhe kaq të më thënë. Të vedet, me tha i këtë jetë avokatje, i tha pyet. Na, avokati? Që lidhje ka avokati me këtë gjë? Mos kanë marrë ato ligjet e sigurimeve, tha, që ka dalë. Nuk ka lidhje avokati, avokati duhet për gjyqin të ruar, jo për... Nese, pastaj, po jo është... Jo, mos u shqetëso, nuk ka asnjë problematike. Dakor? Me një janë ato 25 vjetë. Po. Rosh. Të lutem. Faleminderit ty për telefonatën. Mirë dëgjofshim. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, përshëndetje. Jo kam shqetësuar disa herë Klodi, por nuk e di tash, vetëm nuk e di se duke mos zgjedhje nëpër institucione jemi detyruar të drejtohemi televizionit, tuajmë fjalë televizioneve të ndryshme. Të shprehim shqetësimet tona që kemi. Kam një pronë zgrabit që para 5 vjetësh. Mbasi kalvarit gjatë problemet gjyqësore, pasi fitova të 3 shkallët e gjyqësorit, mbas regjistruar pronën e regjistrova prapë, në mënyrë të pa rregullt, erdhën ma grabitën pronën. Mi që ma grabitën, kërkova një masë sigurie në gjykat. Më dëgjon? Po të dëgjoj me vëmendje. Që kërkova një masë sigurie në gjykat, dhe masa sigurisë është brenda 5 ditë. Nuk është dhënë masa sigurisë sot e kësaj dite. Ju drejtova SPAK-ut. Ju drejtova gjithë institucioneve të shtetit shqiptar. Përfundimisht, pala e paditur, legjes paraqitet në gjyq. Kemi 5 vjetë. E bëm pallatin se masa sigurisë është për 5 ditë. Sot është bërë pallati, është shit pallati, janë bërë gjitha dhe nuk do t'ja di njeri fare. Këtu është një bandë kriminale që grabitën njerëzit në mes të ditës. Po të jap dhe emri, quhem Aleksandr Doçi. Merë emri kemi edhe televizioni juaj. E di. Këtu masakrohet njeriu, masakrohet pronari. Këtu është një padrejtësi e madhe. Dhe nuk e di se si do shkoj fati i shqiptarëve. Ne shohim çdo ditë grabitën shqiptarët dhe nuk do t'ja di njeri fare. Nuk është problemi se ne tash ankohemi se duam që t'i kundërvijemi qeverisë ose shtetit ose sistemit. I kundërvijemi padrejtësisë. Dhe kjo padrejtësi është e çdo der shqiptari. Ku do troket padrejtësia dhe poshtërsia. Nuk e di se si do zgjidhet ky problem. Këto kisha Klodi, faleminderit. Kuptoj, asgjë, të lutem, faleminderit juve që telefononi. E di se kemi ndjekur rastin tuaj. Ndër vite, shkojmë me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Zumita që në mëngjesë more pirë mino a qegu Zumita që në mëngjesë more pirë mino
Në parmak të penxeres more mirë bino. Në parmak të penxeres more mirë bino. More gjajë meno. Ku je o Bilbil? Ku je o të fatë të zoti, ku je? Ha, mo? Që të kam? Mirë. Të kam Florit, të kam, nere, je gjigant. Po, unë të kam dopjo Florit ty. Për së të bati, që të kam edhe të nipë të dua shumë. Nga të dela i zëmër, dreq. I si lindur. Ha? është i lindur. Oke, humbur kot. Unë këndoj në det, që ka vete 30 metro se më këndoj vete. Për së të bati. Këndoj në det, shumë e bukur kjo, më pëlqeu. Ta këtë kja, po palan ke në gojë më tha mua. Si tha? Nuk e dëgjova, si tha? Më tha mua, qa ke, ti e këtu në det më tha mua, po qatë nuk e frikë ti më thot mua, vetëm det ta dhe ti ta këndon ta që kur ka, po palan në grëpë, më tha mua. Shë frike më, frikë thot. Të këndof të zemra të këndof. Qiko, po mos në merë ka që rallë, buri dhe ut. Mos në merë ka që rallë, them, këndof më shumë këtu se sa në det. Jo, do danë, po ja zua të bezdis, ma të bezdis e në dynjaja. Jo, po së bezdis, janë mesazhe pa fund, I knaqe njerëzit. Mirë. Mojraki, shvar mi bëre klotiti, se ma deve meraki. Mojraki, shvar mi bëre klotiti, se ma deve meraki. Bukur. Hajde gjake dhjamore. Ti jesh mirë, faleminderit shumë për telefonatën, për atmosferën, gjitha, faleminderit. Okej, shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. E sigur që si ka rënë askush. Po. Alo. Përshëndetje. Klodi, unë kam dalë në pension në fund të 2024-ës. Po. Merja në pension se kësha dalë në 2020-ën me pension parakoshëm 21 vite uzinë ushtarake, Poliçan. Po. Merja 290.000 lek. Pa 1.000 lek. Tani kur dola në pension të plot, me 37 vite e 6 muaj, pension urban ma kanë shkruajtur si quhet, a I kam plotësuar vitet e punës unë? Dëgjoj pak, ti ke dalë në vitin? 2024. Atëherë, në vitin 2024, një sekundë, s'ka problem. Mos u largo, në 2024 janë dashur 38 vite e 4 muaj për të quajtur urbani plot. Me sa ke dalë? 37 e 6 muaj. Ti e urban I pjesëshëm. I pjesëshëm. Po. Tani unë me 21 vite uzin, kam dalë 233.000 e ca kokërrina. Me 37 vite e 6 muaj pun, ku kam patur në vendet të tjera, unë kam dalë me 229.000 lek. Se kuptova, ç'do të thonë, ke dalë 2 herë ti? Jo, me 21 vite pun 2020-ën, dole në pension. Dola në pension, do me thënë për para kohe, u bë një ligj atëre për dakor, e kuptova, po, edhe? Dhe më doli 233. Okay. Kur dola në të plot plus 18 vite puna të tjera, ose 17, një gjë e tillë, unë kam dalë me 229. Si ka mundësi? Ke dalë më pak? Më pak. Po ç'ne? Se di, bëra ankesë, vajtat e sigurime shoqërore. Po, atë se atë do të pyesja. Çfarë do thanë? Më thanë, kaq të takon. Po.
Do me them, unë atëre kam patur dhe nga stres tjetër. Nuk më kanë lajmëruar në nëndor për dal pension, dhe unë kam marrë pension. Jo, nuk të lajmërojnë ata, se kam për detyrë, po nejse. Nejse, nuk e di ta këtë gjë. Jo, nuk e kanë. Edhe ato që i kisha marrë mi mbajtën, pa çka që i mbajtën është detyrë e tyre, edhe imja nëse kam për të paguar. Dëgjoj pak e dashur, ju ku jetoni? Unë jetoj në Tiranë. Në Tiranë, këtu e keni bërë edhe aplikimin? Këtu e kam bërë aplikimin, këtu e kam marrë dhe vendimin na rajonalia. Po pra, kur ti pyete në institucion që pse pagesa është më ulët nga sa ti ke dalë në 2020? Pa përgjigje, më shkruajnë sa vendimi aq, vendimi kaq, dhe pse kam dalë kaq nuk më thënë njëri përgjigje. Vajta dhe te qendrorja. U ankova dhe atje. Çfarë do thonë? Me kthyer po e njëjta përgjigje që ne lëm në fuqi vendimin që ka marrë drejtoria e sigurimeve shoqërore. Tani unë dhe 5 ditë kohë kam, në qoftë se ka mundësi, a duhet të bëj ankesë për në gjyq, apo jo? Jo, më jep emër, zonë që të pyes unë para se të shkosh në atë vendim për gjyq. Unë quhem Nexhi Kaplani. Nexhi, baba i ndjes? Ismail. Mbi emri juaj Kaplani apo Kaplanaj? Kaplani. Nexhi shkurt Kaplani. Nexhi Ismail Kaplani. Lili shkurt? Nexhi Ismail Kaplani. Kaplani. Po. E mora. Do pyes sot e dashur dhe nesër besoj që të kthej një sjellje. Inshallah, do zoti që unë edhe 4-5 ditë kam kohë që në qoftë se bëhet diçka, unë të hap gjyq. Po gjyq për çfarë do hapësh gjyq? Mundsinë, se në pension jemi. E dashur edhe një herë, për çfarë do hapësh gjyq? Cili do jetë objekti i gjyqit dhe nëse? Që si ka mundësi kjo gjë, po ma ktheve përgjigjen ti e mbyll me kaqën, shtova. Po pra, kështu që s'ka nevojë për gjyq kjo gjë. Dakor? Rrofshi. Përshëndet shumë, faleminderit. Shumë faleminderit juve, jeni nga më të mirët, nuk kam që të them më shumë. Faleminderit. Edhe juve, faleminderit për telefonatën, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Ule zërin e televizorit, të lutem, alo. Një minutë, Klodi, ja, ula. 1 minutë e mbyllim emisionin e pastaj. Dëgjoj tani. Urdhëro. Kam disa lekë bashkia. Gjyra për parusit dhe bashkia i ka për të nisur. Dhe bashkia mi vonon nuk mi ka nisur dhe i ka fituar me gjyq. Poli valiteti, këtu banus në Tiranë jam. Dhe bashkia nuk mi nis akoma. Dhe janë bërë me gjyqe me gjitha. Janë ato të prapambeturat prej vitesh? Po. Do të shpërndahen dal nga dal ato, ndëruar nuk ka filluar akoma këtu. Do me thënë... Do të presim. A i manim këtë vidje, vale? Besoj që po. Më herët se sa përfundimi i vitit. Këtë të bora, vazaj. Mirë bëra. Faleminderit shumë të ty. Presim tjetër, kemi kohë edhe për një telefonat ndoshta të fundit për sot në 068 99 00008 në 068 60 54 639 në 8:48 minuta. Edhe për takimin e sotëm e martë, data 21 prill, presim që se kemi 1 minutë e pak sekonda kohë në dispozicion dhe telefonatën e fundit. Mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Me Klodin qas? Po. Si kalova ti? Mirë, si jeni ju? Faleminderit shumë. Unë ju kam shkruar, më thënë kemi kontaktuar më herët për një certifikat, më thënë që s'më kam vënë atë trullin. Po? Edhe ju në kontaktin e fundit më tha që ju kam kthyer përgjigje. Në fakt më kanë kthyer përgjigje. Pavarësisht se kam bërë 2 herë pakesën. Cili rast, të lutem? Ma kam dërguar unë... Po nga zëri nuk i mbaj dot më telefonuesi. Jo, nuk diskutohet e punë, po Ramazan të Romani me 722 në fund, kam quar të gjithë letrat. Dhe në përgjigjen e fundit, se më thatë ju që kam dërguar përgjigjen, është e vërtet, po nuk më zgjidhet gjë. Më thanë që duhet të bësh edhe hartën. Sa ishte numri, të lutem edhe një herë? 722 në fund. Të thanë që duhet bësh edhe?
edhe hartën treguese dhe kartelën. Aplikova edhe për këto, u dërgova për pagesën herët fare qyr shtator. Dhe para një muaji i bëra një kërkesë drejtorit të kësaj që na mbulon neve të kadastrës Kamës Vorës, ajo na mbulon neve. Po. Edhe s'mora përgjigje. Në 12 gusht kam aplikimin e fundit unë. Po, 18 gusht kam bërë këto të tjera, po 12 gusht ashtu është. 12 apo 18? 18 kam bërë këto për hartën, se më thanë që duhet të bësh edhe për hartën. Të ka dal. Harta. Të ka dal harta, them. Jo. Asnjë nga këto të dyja. Jo, se më thanë bëj një plan rilevimi. E bëra dhe ju aqova, dhe sa kartelën më sollën ato të vjetrën. Kartelën më sollën. Po, nuk më ke informuar për këto. Për këto lëvizje që bëra. Nga të rruar kjo nuk ka dërguar të gjitha, këto ka dërguar. Jo, s'më ke dërguar gjitha, se unë e kam këtu numrin tënd dhe bisedat që unë dërgoj prapë se mua. Jo, edhe një herë dashur, më dërgoj këto që të ka nderuar. Mi ke dërguar, ja ku i kam, ja ku është biseda jote. Po. Mi ke dërguar të gjitha këto që thua. Po. Po nuk më ke dërguar këto gjëra që ke bërë tani, që ke dërguar plani i rilevimit të ka ardhur prapë vjetra. Këtë s'ma ke thënë si informacion. Ja kam dërguar qytet shtator, atëherë mas një javë ja kam dërguar. Kujt? Kadastrës shumë aplikim. Po pra, ndërkohë mua s'më ke thënë. Gjithsesi flasim pas pak i nderuar sepse jam vonë me kohën, duhet të ndërpresim për shkak të transmetimit dhe spoti publicitar. Faleminderit që na ndoqët dhe u bë pjesë e programit. Ritakojmë gjatë ditës në lajme. Ditë bukur gjithë.